edhe Europe me Final Countdown, këngën që e kishte vendosur, po, që mund na shkaktoj probleme në copyright, po që e kishte vendosur në fushat lideri historik i PDK-s Hashim Thaçi në fitoret e tij 2007 në 2009, e kanë rikthyer përsëri këtë këngë. Ne shohim Elmir Eçicën aty, Rashid Çalajn edhe pjesën tjetër të grupit Bajruç Xhemali, mos harrojmë kryetarin e Ferizajt edhe në ndërkohë në Mitrovic nga ana tjetër fest. Hajde shohim Mitrovic se çfarë këngë shka? Me zë? Mes Final Countdown edhe mes Final Countdown edhe surlave dhe tupanave të Mitrovicës. Kam përshtypje që janë dyjat fitore të shpallura të PDK-s. Popullori Final Countdown. PDK-n, që ka fitu të paktën deri me tash 3 komuna pa ballotazh dhe kemi disa komuna interesante që është në proces ballotazhit. Ku është pa ballotazh tjetër? Është Ferizaj, Skenderaj, Mitrovica. Po me Mitrovica po llogaritet që është pa ballotazh. Po. Që i bie gjitha komunat i ka të vetat, por nëse Kry Mitrovica burr mos s'ka. Nëse e llogarisin Drenasin, që është i pari Ramiz Ladrosi, i bie që ka humbur një komunë. Mbetën ballotazh është tash.